Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun azza wa jalla lavdrojmë atë falenderojmë. Falenderojmë Allahun azza wa jalla, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotën, mëshirbërësin, sudusin e ditës së gjykimit. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të themi disa fjalë në lidhje me një ajet kuranor, më konkretisht me një debat të cilin e ka pasur Ibrahimi me një mbret të kohës së tij. Këtë debat e ka regjistruar Allahu në Kur'an në një ajet ku thot Allahu azza wa jall: Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Që me përkthyer në gjuhën shqipe do të thotë se i drejtohet pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam rrjedhimisht me këtë edhe neve në asnjë forme që njeriu duhet mu çuditur, a nuk e ke pa atë personin i cili debatonte me Ibrahimin pasi që Allahu azza wa jalla i kishte dhënë pasuri dhe pushtet. Sikur ai kishte pyetur se kush është Zoti yt Ibrahimin, e Ibrahimi po i thot Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ai Ibrahimi po i thot se Zoti im, që në thrasun me besu, është ai i cili jep jetë dhe merr shpirta. Ky mbreti tash po i thot ana uhyi wa umit, edhe unë e bëj njëjtën gjë. Edhe transmetohet që do të marrim se njërin i me sjell dy robër, njërin e vret, tjetrin e lën të lirë, thot, shikoj, njëri i dhash jetë, tjetrin e vrava. Atëherë Ibrahimi thot, qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Mirë, Zoti im e sjell diellin prej lindjes, nëse ti po pretendon se je Zot, atëherë sillet diellin prej perëndimit. Atëherë mbetet pa tekst ky i cili ishte pabesimtar dhe kishte bërë kufër, edhe përfundon Allahu fjalën duke thënë ajetin wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu azza wa jalla nuk i udhëzon ata të cilët janë zullumçar. Para se me fol në lidhje me këtë ajet dhe më uzgjerua pothuajse fjalë për fjalë në këtë debat që ka ndodhur mes Ibrahimit dhe këtij mbreti, do të them disa fjalë se kush ka qenë ky mbreti dhe kush thuhet se ka qenë. Thuhet se ka qenë mbreti Nemrod, i cili ka sunduar në Babilonin në Irakun e sotshëm, i cili ka pasur domthonë pushtet pothuajse absolut në atë vendin ku ka pas shtrirje pushtetin dhe mbretërinë e tij. Dhe atë debatin që ka pasur, disa dietarë thënë ka qenë pasi që është hedhur Ibrahimi në zjarr dhe ka shpëtuar, e disa thojnë jo, ka qenë më herët, kur Ibrahimi i ka thyer ata putat që i kanë pasur për zota, e kanë arrestuar, edhe kur e kanë arrestuar, e kanë sjellur para mbretit, edhe këtu ka filluar ai dialogu, domethënë mes mbretit dhe Ibrahimit, e aty e ka pyetur se çka ti thret, domethënë edhe i thot Ibrahimi se unë edhe thras në besu në Zotin, e kush është Zoti yt? Ky i thot Zoti im është ai i cili jep jetë, edhe ai i cili domethënë merr shpirt. E mas andej kur e shet që faktikisht e humb debatin, atëherë urdhëron
edhe mu djeg, e kështë bërë një krim si pas tyre që i kështë aty putat zotat e tyre, diti krim është se faktikisht dhe më thonë debat, dhe më thonë dështoj mbreti edhe e la pa tekst, atëherë nuk mbet tjetër vetëm se zakonisht si çdo vazhdimisht, dhe më thonë kur humbet debate me argumente, këta njerëz e zgjenë zullumqar dhe pabesimtar, shkalojnë dhe më thonë në metodën e tjetër, ajo është dhe më thonë me dënim edhe thuajnë që ka hedhë në zjarë dhe ka dash me vra, dhe më thonë duke e djegur, e të në shedim rasin që shka shpëtuar Allah Azza Jall. E disa thojnë jo, kjo ka ndodhur, thojnë masi që, dhe më thonë ka ndodhur rasti i hedhjes së tij në zjarë, nga se kjo mbreti, dhe më thonë, edhe pse smuti mi ba korgja Ibrahimit, mirë po kishte pas thatësin atë kohë, edhe ky ishte i cili bënte monopol me ushqim, edhe i bënte mërte pyetje njerëzve që ju jepte ushqimin, që ushqete ushqimin, a besoni që jam Zoti une, qofse nuk besoni nuk jepte. Kush thoshte që i bënin sejdë dhe i përulen dhe i thonin që ti je Zoti, ju shite domethënë ushqim. Kur vjen Ibrahimi me marr, atëherë fillon këtu debate dhe fillimisht kë nuk i nështrohet atina, nuk i përulet atina, nuk i bën sejdë, e thotë si nuk më bësh nështrohesh kur jam Zoti, thotë ti nuk jam Zoti, po është Zoti domethënë i joti edhe gjithë krijesave dhe gjithësisë. Atër fillon këtu debati që ka cekur ajeti kuranor. Edhe pse realisht këtu nuk ka ndonjë transmetim të qartë në për hadithe, dhe më thonë të vërteta, dhe më thonë se saksisht a ka qenë ky mbreti, a kur ka ndodhur, vetëm se komentatorët e Kuranit kur kanë folur në lidhje me këtë ajet edhe me këtë ngjarje, kanë thonë se disa ata janë shumica kanë thonë që është mes Ibrahimit dhe Nemrudit, e disa kanë thonë mes Ibrahimit dhe një mbret tjetër, mirë po ajo pak ka rëndësi, se sikur të kishte pas rëndësi, Allahu Azza wa Jalla kishte cekur me emër rastin e këtij mbretit. Më rëndësi është, dhe më thonë, në 3-4 rreshta, po ne e tregon Allahu Azza wa Jalla një debat shumë të këndshëm që ka ndodhur mes një pabesimtarit, një mbreti i cili pretendonte se ishte Zot, edhe një të dërguari, një pejgamberi, i cili natyrisht është pejgamberëve më të mëdhej, është baba i pejgamberëve, pejgamberi i monoteizmit, pejgamberi i tauhidit, mirë po e ka filluar me atë se shiko në formë çuditëse o Muhammed dhe ju pasues të Muhammedit, te ky person i cili debatonte me Ibrahimin, pasi që ishte dhënë Zoti pasuri. Kishte dhënë Zoti pasuri, e kur ka njeri pasuri, e kur ka shëndet, e ka mirëqenje, shpesh din kjo lukse, komoditet me të lajthit, që mos me konë mirë njës ndaj atij që t'i ka dhonë, edhe thjesht më bë kryneq, edhe më bë domethënë përbuz, e ndoshta edhe me filluar me pretenduar që nuk takon, e kështu e tili ka bërë ky person, e nuk ka bërë vetë ky person, se thash shpesh din begatit njeriu me çupesh, domethënë edhe mos me konë mirë njës, po përkundrazi mu lazdru, nga se edhe kështu edhe ka cekur Allah Azza wa Jalla në ajetet kuranore, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, kurse se njeriu, domethënë i tani kalon kufit, kur e mendon që nuk ka nevojë më për kërkon. Faktikisht e mendon se ka pushtet, e ka mendon se ka pasuri, e ka mendon domosdoshmë se ka shëndet, edhe faktikisht ka familje që nuk ka nevojë për dikon tjetër, atëherë fillon tash me i vetë janë qef edhe me mendu se nuk ka nevojë për askënd edhe për askënd edhe për asnjë njeri, e që fatkeqësia është se nuk duhet me ndodhë kështu, përkundrazi këto begati që i kemi ndaj Allah, pe Allahut Azza wa Jalla duhet me tashtuar falëndrimin ndaj tina, me konë binjës ndaj Allahut Azza wa Jall, mirë po edhe nëse nuk je i tillë, Allahu Azza wa Jall ka urësi se shpesh edhe mi sprovu këta njerëz, domethënë që mi u quë, domethënë sprova dhe sfidat e ndryshme, qoftë shëndet, qoftë pasuri, qoftë pushtet, që ndonjëherë ose me i denu këtë dunjë, ose ndonjëherë mi u përkujtua se domethënë nuk është ashtu siç po mendoni, nga se këto mirësi e kanë një burim dhe kanë një adresë, ajo është Allahu Azza wa Jall. Pra atë njeriu shpesh duhet më koni qetë, më shpirtërisht kur i ka ndonjë sfidë, smuhet vetë, smuhet familja, fëmia, ose ka humbje pasurisë apo të nësene, mos me marr domethënë me të keqe kët, po gjithmonë me kujtu që të mësimin që po dojnë me marr për kësaj se
faktikisht shpesh pasuria din me të lazdru, domethënë edhe mirëqenia me të lazdru, begatit me të lazdru. E Allahu azza xal dashta po na sprovon kanjëherë më na i kujtuar që më na bëhet me reflektuar, me pas kujdes se mirësit nuk janë të mirëqena se i kem pe vetvetes, po i kem pe dikujt tjetër, e qofse i falenderojmë, Allahu na i shton dhe i mi sigurojmë, mirë po qofse jem përmboz edhe domethënë mos respektues Allahu azza xal ashtu siç na i ka dhënë edhe din me na i marr. E këtu po flet për debatin, çështja e debatit është mesele domthonjë që kanë cekur dietarët se në shumë të ajeteve kuranore kur e cek debatin e cek Allahu azza xal në formë domethënë injoruese edhe përçmuese, se zakonisht debatet japën njerëzit që e lypin të kotën, zakonisht njerëzit që faktikisht kur nxehen debate, maj nuk është i prirë me dëgju argumentet, po është i prirë me ngadhnyje me argumentin e vet, edhe domethënë shumë të në rasteve nuk sjell hajër, edhe domethënë e shërat të kohën bashkohore, aty në që ka hap domethënë gjuha me fol, me debatu, me temat kota, të thata, të nësene është që në shumë të në rasteve nuk e kam për qëllim me qitë diçka hajrë në dritë e me ba një punë të hajrit, po vetëm se me tregu se une jem më i fort, unë i kam argumentet më të forta, une dhe më thonë nuk ka kush që më del për para, e kështu dhe më thonë më radhë. Po thëmë në shumë të në rasteve në jetë kuranore ka ardhur si në nëshmim për dhe më thonë debatin, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, dhe njeriu mas shumë të ishtë polemizues, kur ka treguar domthonë natyrën e tij jo të mirë të njeriu, ka thonë se natyra e tij jo e mirë është që me polemizu, wa jadalu bil batil, kur ka folë për besimtarët se ata thjesht polemizojnë dhe debatojnë me të kotën, mirë po në raste të caktuara, s'prish punë, edhe me bë debat, mirë po dietarët kanë cekur rregulla edhe kushte se çysh duhet më bëhet debat. Po du më nalë vetëm të një jetë kuranor, kur folë Allah azza xal për lidhjen e davetit, ka thonë ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. Dhe thirrë ata për të rruga e Zotit, edhe për të Zotit, dhe më thonë ud'u bil hikme, me urtësi, al mau'iza al hasana, me këshill të mirë, e treta ka thonë wajadilhum billati ahsan. Dhe e treta polemiza, debata me ta në formën më të mirë. Që me këtë thojnë dietarët nuk është parim, dhe më thonë që njeriu me konë polemizues, me qelë debate, ku të hinë dhe më thonë nëse ne nuk i pushon goja, nëse nuk është kështu të fejnë tonë, realisht njeriu duhet me tregu urësi, duhet me tregu këshilla, thjesht se shumë të në njerëzve, domthonë mjaftën mja treguar se që kjo është keq, që kjo është mirë, çto e don Allahu, që to domethënë e urren Allahu azza xal, mirë po janë disa kategori njerëzve të cilat ose kanë dyshime, ose kanë prirje për të keq, e me ta ndonjëherë nuk prish punë me çel debate, edhe më u treguar domethënë vendin se jo pse s'po debatojmë na që s'dim me debatu ose se kem të vërtetë me debatuar, mirë po nuk është e jonja që thjesht me çdo njeri me hub kohë edhe me ço kokën. Mirë po në rastet caktuara, siç ka ndodhur me rastin konkret të Ibrahimi, ka ndodhur te Nuhu, që ka cekur Allah në Kur'an, e ka cekur rastin e Musës me faraonin, debatet që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët e Mekës, e kështu me radhë që realisht në rastet të caktuara ka pas debate, ndonjëherë debate bajage, domethënë të nxehta. Edhe tash kur pe pyet mbreti se kush është Zoti yt, Ibrahimi po shkon për thotë se Zoti im është ai i cili jep jetë dhe merr shpirta. Thasht nuk ka dashur me përkufizu se Zoti veç këtë e bën, nga se Zoti është ai i cili ka kriju, ai i cili ka mbikëqyr, ai i cili domethënë çdo gjë që këtë botë është prej tij, qoftë e mira, qoftë ajo domon që është e pakëndshme, thjesht mirë po ajo që është më e dukshmja për njeriu, është se e shen vetën e tina, e shen familjen e tina, e ka pas babën, se ka ma, e ka pas në shtërbashotin, se ka ma, e ka fëmin, se ka ma. Faktikisht e shet për çdo ditë, domon s'ka pas fëmijë, kanë lind fëmijë, domon i ka pas nëse s'ka pas vllazni, kanë lind vllazni e ma vonë, se ne thjesht janë çështje të prekshme, dukshme, çështja jetës së vdekjes, që realisht veç njeriu me kon shumë
domethënë krenet se s'ka mundësi me kundërshtu këtë argument. Se thjesht ndodhin lindjet dhe vdekjet, edhe as të njëri nuk e kem dorë. Domethënë as nuk është baba dhe nona që na kanë krijuar, ata janë sebepa, po as domethënë dikush tjetër mirë, po faktikisht është ai Allahu i cili na ka krijuar duke mos qenë asgjë. Afton ka ajet se ka Allahu në azhërni ajet kuranor ka thonë hel ata alel insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, as ka ardhur njeriu në një kohë kur s'ka qenë as çështje që përmendet, që thëmë na as i regjistrum të Allahu po në mendin e njerëzve s'ka ekzistuar fare as si emër, as si kalkulim s'u bë për ty. Mas andaj Allahu zë ka dashur na ka prunë këtë kohën tonë edhe na jap domethënë ymër atë sa domethënë ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Pra thjesht nuk ka dashur Ibrahimi me përkufizu, domethënë kur ka folë për Zotin se Allahu Azza wa Jall këto dy punë i bën. Mirë po ka dashur me folë me dy argumentet që janë shumë të qarta që njeriu i sheh për çdo ditë, domethënë edhe i përjeton se njerëzit lindin edhe vdekun, edhe e dim se as nuk jem na që japëm shpirt, as që morëm shpirta, po është dikush tjetër, ai është Allahu Azza wa Jall. Mirë po, ky personi, edhe pse realisht e ka pru këtë argument shumë të qartë, Ibrahimi a.s. ai po thot edhe unë jap shpirt edhe marr jeta, edhe i sjell dy rob, edhe njërin e myt, e vron, tjetrin e lën të lirë, thot faktikisht edhe unë e bëj njëjtën gjë. Realisht nuk është pse ka pru argument edhe që ja ka pranu Ibrahimi këtë argument, se realisht e tonë e dim se mi thonë tash që ti mbrit që ato që e vrajt e ti, apo jep ymër ti tash, qysh ka Zoti mundësi me i dhonë ymërit edhe njëri që pëse vdek. Se ne dim rastin e Isës a.s. kur ka cekur Allahu mrekullitë e tina, ka cekur se Allahu Azza ka bë mrekullitë e tij që i kanë gjallë të vdekurit. Ne dim se kjo s'jap shpirt as merr jeta, se me këgun i tillë që ata që e kishin myt, i kishin thonë hajti ngjallat i tash mos e po japsh jetë. Allahu Azza ka mundësi edhe këtë punë me baptën. Mirë po, sikur s'ka dashur me debatue me zgjat më tepër me të, ka kaluar në argumente tjetër. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. I thot tash Ibrahimi, Zoti im është ai i cili sjell diellin prej lindjes, e ti sjellë pra nëse je Zot, domethënë diellin prej perëndimit. Ai e ka ditë që këtë nuk ka mundësi me e bë, nga se faktikisht kjo nuk është në dorën e tina, mirë po e te ka lënë domethënë edhe fuqinë e tina, edhe fuqinë e këtë njerëzve, nga se ajo që në dorën e të cilët janë këto gjëra, qoftë qetë, qoftë domethënë kosmosi, qoftë hona, qoftë dielli, këto janë dorën e Allahut Azza wa Jall. Ne e dim se senet dhe shumë personale tona nuk i kem domethënë dorë se lema me pas fuqie, me menaxhua, me manevrua, domethënë në kosmos në trupa qiellore. Se ajo që është shumë interesant, ky mbret, domethënë që ka polemizuar dhe ka debatuar me Ibrahimin, thuhet se në jetën e fundit, pjesën e fundit të jetës së tina, Zoti ka sprovuar me një, domethënë mushkoj, me një insekt të vogël, i cili ka hyrë në hund, e prej hund aty ka qarkulluar derisa i ka hyrë, domethënë në tru, edhe thjesht çka ka pas zhurmë, çka ka pas dhimbje, njeriu më i dashur te ai ka qenë ai i cili ka goditur në kokë, ndoshta ja qetson pak dhimbjen derisa ka vdekur është. Që mi i tregu te i cili po pretendon se i Zot, e që nuk është ky vetëm që ka pretenduar, se ka pretenduar dhe edhe faraoni ka thonë ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i madh. Hel ma alimtu lakum min ilahin ghayri, unë s'di Zot tjetër për ju përveç meje. Domthonë ka edhe kjo edhe faraoni, po dy të kanë pas përfundimin e keq. Ai që po do të thonë e ka pretenduar me kon mbret, e me kon Zot, mirë po le që s'ka mundësie me lëviz diellin dhe hunën, mirë po një insekt shumë i vogël, që ai kurse ka mendu një gjatë tillë, o bo sebeb që thjesht m'ja marr imrin edhe m'ja marr jetën edhe me përfunduar me një përfundim domethënë shumë të keq, fa buhita alladhi kafar, dhe mbet pa tekst dhe pa argument edhe mund domethënë ai cili ka domethënë ka bë kufër, s'ka besuar, të tillë gjithmonë ata se realisht nuk kanë argument për këtë punë, ai cili faktikisht mohon
krijuesin, mohon Allahun azza wa jall, ai kur as nuk ka pas, as nuk me pas argument, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu azza wa jall nuk e udhëzon në domethënë popull që është pa besimtar. As nuk e udhëzon që me bë debat, as nuk e udhëzon domethënë që me gjetë argumente apo mu të kundërvyje domethënë në argumente, mirë po as nuk e udhëzon që me pas përfundim të mirë. Edhe pse këtë pjesë domethënë dietarët kanë kontestuar, kanë diskutuar, kanë thonë se ka pe njerëzve që kanë qenë më të vërtetë zullumçare, kanë bërë zullum, mirë po ka dorë Zoti para se me vdek, ju përmirësu, ju penduar dhe ju udhëzu. E qysh e bashkojmë këtë me këtë ajet, e që thonë dietarët nuk është për qëllim se Allahu azza wa jall domethënë nuk i udhëzon ata që të bëjnë zullum në formë absolute, mirë po përderisa jenë duke bërë zullum, përderisa insistojnë në zullum, realisht të tillët Allahu azza wa jall nuk i jep mundësinë që të bëjnë pendim, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, pasi që ata devijuan, Allahu azza wa jall i shtrëmbroi zemrat e tyre, faktikisht i paraprind të keqes, edhe Allahu azza wa jall ja dha që meritojnë, e që në mënyrë automatike i bjen se ai cili prind mirës, Allahu azza wa jall nuk ja hup mundin askujna. Ajo që thojnë dietarët në këtë ajet është se a thua se debati është mes Ibrahimit dhe mbretit vetëm në çështjen se a ka Zot krijues, a na dim se realisht Ibrahimi davetin e tij, thirrjen e tij, më tepër e ka pas me adhuru Zotin, me largu putave, mos mi fal atyre, mos mi porul atyne. A ki debatit që ka cekur ajetin kuranor është vetëm me tregu se ka Zot e që është krijues, apo ka diçka më tepër edhe është në përputhje me atë misionin që thjesht dihet në tër Kur'anin se çka ka folur Allahu azza wa jall për misionin e Ibrahimit. E këto thot Ibn al-Qayyim në fjalë të mirë, thot se realisht edhe ky ajet është në vazhdim e misionit të jetësor që ka pas Ibrahimi. Ajo është që më ju tregu njerëzve se po Zoti është krijuesi, mirë po çaj krijuesi duhet të madhërua, atina duhet të më fal, aty dyna për ul. E si kështu? Thonë se zakonisht njerëzit këtë botë kanë adhuru ose njerëzit, qoftë ata të gjalla apo të vdekur, ose kanë adhuruar trupat qiellor yje, qoftë diell, hona apo në yll tjetër. Faktikisht në shumë të njerëzia që i njeh njerëzit që kanë adhuru dikon tjetër për Allahun, ose i njeh që kanë adhuru njeriu, ose njerëzit kanë adhuruar trupa qiellor dhe yje. E dyja ti ka përmend këtë ajet. Ka cekur rastin që Allahu azza wa jall është ai i cili jep jetë dhe merr shpirta, që i bjen që çdo kush tjetër është i lindur dhe ku me vdek. Ai i cili është i lindur dhe ku me vdek dhe jeta dhe vdekja e tij nuk është dorë tina, ai person nuk i meriton të muadhurua dhe më lidh zemra dikujt për të, nga se ai realisht çfarë vetes mund i bën. Edhe e dyta, sa i përket qofse të lidhet njeriu për trupat qiellor, për honë dhe për diell apo për ndonjë yll tjetër, edhe këtë ka dashur me tregu Allahu azza wa jall se realisht nuk janë këto domethënë që kanë ndikim në jetën e njeriu ose bojnë diçka, nga se këto për veti janë dorë të Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall është ai i cili ka krijuar, mirë po Allahu azza wa jall është ai i cili bën të domethënë shtektojnë ato orbitat që i ka kufizuar. E ka bërë që me lind dielli pe lindjes e me perëndim, edhe pse kjo përkohësisht se kombani ditë që kjo komendrua kur vjen domethënë kiameti, sa i cili ka kriju edhe e bën me o thua një nëun, po mundet me bë edhe nënën tjetër, edhe thjesht me kthye me o thua domethënë nënën e kundërt. Mirë po as dielli as hona, as një trup qiellor tjetër, as një yll i cili është i krijuar dhe në dorë Zotit, nuk e meriton domethënë madhru, po meriton madhru vetëm Allahu azza wa jall. Realisht ka edhe mesele tjera që kanë cekur dietarët, e që janë shumë domethënë sidomos në çështjen e akides, domethënë i kanë cekur çështjen e cilësive të Allahut azza wa jall, se Allahu azza wa jall i jep jetë ku na don kur don, ja merr shpirtin ku na don kur don. Edhe thonë se këto cilësi janë të reja
që ndodhin në kohë të vazhdueshme, e Allahu Azza wa Jall është pa fillim dhe pa mbarim. Atëherë, si përkojnë do cilësi që janë të reja, të ripërtrishme, me qenën e cila është, domethënë, e pafundshme, është dyshim i vjetër, domethënë, i filozofëve që me onë të kësajna kanë mohuar një numër shumë të madh, domethënë, të sifateve, edhe ndoshta nuk është të koha për me debatu këtë meselë, vetëm me ceka se edhe këtu e kanë cekur, domethënë, këtë çështje, meselën e dytë të akides që e kanë cekur wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allahu Azza wa Jall nuk i udhëron, nuk i udhëzon ata që të jenë të popull zullumçar, që janë zullumçar, Zoti ata nuk i udhëzon. Janë një fraksion, thonë se quhen al-qadariyya, thonë udhëzimi është në dorën e njeriut. Njeriu e udhëzon veten apo devjen vetë. Domethënë, në farforme njeriu është i lirë dhe nuk ka kurrë interferimi prej Zotit. Allahu Azza wa Jall në shumë ajete ka cekur se, domethënë, Allahu nuk i udhëzon pabesimtarët, nuk i udhëzon domethënë zullumçarët. Në namaz thonë ihdina as-siratal mustaqim, domethënë Zoti na udhëzon rrugën e drejtë kështu me radhë, që realisht ne kemi lirë, po liria jonë është domethënë e kontrolluar dhe menaxhuar, tërë çështja është në dorën e Allahut Azza wa Jall, edhe udhëzimi domethënë absolut i takon vetëm Allahut Azza wa Jall, ai këndon udhëzon, ai këndon e lën në domethënë në humbje. Kjo është meselja e dytë. Meselja e tretë që kanë cekur dietarët në çështjen e akides, e kanë cekur çështja e zullumit, a pak më herë ka thonë mbet pa tekst ai i cili ka bërë kufër. A kënina po thotë Allahu Azza wa Jall nuk e udhëzon atë që është zullumçar. Thonë çka ka ngjash në lidhje domethënë pa besim, domethënë kufri me zullumin. E na e kena shpjeguar në jetë tjetër kur ka thonë Allahu Azza wa Jall atë rastin e Lukmanit kur i ka thonë djalit vet, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, o biri jem mos i bë Zotit shok, ortak, se shirku është zullumi më i madh. Pra thjesht që është ajo lidhja që ai i cili domethënë mohon Allahun Azza wa Jall, ai i cili realisht pas gjitha këtyre argumenteve që Allah Azza wa Jall i ka çuar, më na bë me ditë se ai është krijuesi dhe atina duhet m'ju drejtuar se çdo gjë është në dorën e tina. Edhe pushteti jonë, edhe jeta jonë, edhe vdekja jonë, edhe rreziku jonë, edhe shëndeti jonë, gjitha janë në dorën e Allahut Azza wa Jall. Realisht qofse që tos të mjaftojnë ty si argumente që më dhon hakun Allahut Azza wa Jall ashtu siç e meriton ai. Atë sa kena mundësina brenda kufive ton, mirë po bën alternativë tjetër, edhe zgjedh rrugë tjetër, atëherë dije se je bë pe zullumçarëve, bile pe zullumçarë më të mëdhenj se nuk ka zullum më të madh, domethënë se kjo që njeriu mos më besu Zotin apo më adhuroj dikon tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Është edhe një meselë tjetër e kanë cekur dietarët, domethënë çështja e lindjes së diellit, se a sillet toka rreth diellit apo dielli sillet rreth tokës. Kopja e këtyre dietarëve që këtë jetë e marrin se domethënë dielli sillet rreth tokës, se ka thonë Allahu vjen me diellin prej lindjes, e te sillet diellin prej perëndimit, apo ka në hadith tjetër kur ka thonë Allahu Azza wa Jall se sa herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se sa herë dielli perëndon, shkon në bën sejdë te arshi Allahut Azza wa Jall dhe kërkon leje që me lind nesër në mëngjes. E disa argumente të ngjashme që dietarët e kanë kontestuar, kanë thonë se si është e vërteta a lind dielli për perëndimit e domethënë ne sillim rreth tokës ndër diellit apo dielli sillet rreth neve, mirë po ndoshta nuk është ndonjë dobi e madhe fort me ditë këtë, edhe pse ka pe dietarëve që domethënë mbetet me ngolm që ashtu siç kanë ardhur teksta duhet me i besuar. Lutem Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që i kuptojmë drejt ajetet dhe fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e besojmë atë fuqishëm dhe çdo dyshim që na lajthit largohem prej tina, edhe thjesht nuk i hapën vetes rrugën e debateve, polemikave pa nevojshme, mirë po nëse ka nevojë, atë njeriu sprish punë me bë debat, duke pas një jetën e mirë, duke pas edukat, duke pas dituri, që thjesht njerëzve t'ia sqaron të vërtetën. Wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.